por portar të pyetja e juaj, mua nuk më intereson dënimi i ministres apo i 5 vetave aty. Mu më intereson këto parat që janë shpërduruar. 33-shit. Do vinë tek infermerët ndonjëherë, do merren nga ato që janë marrë në mënyrë të padrejtë. Sepse 33-shën me do Europa ju. Po patjetër. Por gjithë çështja është, ky 33-shin do ta paguajmë unë dhe ti taksat e shqiptarëve, apo do ta kthejmë mbrapsht ato që e kanë marrë në mënyrë të padrejtë. Sepse është një fjalë. Ka pasur një letër që i ka shkuar gjithë këtyre përfituesve të këtyre parat? Atë do ta shtjelloj. Është një fjalë goje që thuhet gjithë atyre që e kanë marrë në mënyrë të padrejtë të kthejnë parat e përfituara. Sepse kjo është realizohet vetëm nëpërmjet një procesi gjyqësor. Sigurisht. Pra, askush nuk t'i jep lekët e tyre 1 milion euro për shkak që mund ka skema në mënyrë vullnetare. Që mos ketë siklet frida. Po, në mënyrë vullnetare. Pasi ja ka dhënë pjesën fritës. Po, në mënyrë vullnetare, sepse ka dhe i problem tjetër. Këto përfituesit e këtyre skema thonë nuk e kam vjedh, nuk e kam marrë në mënyrë, unë e kam marrë në përmjet dokumentacionit të asaj kohë dhe atyre njerëzve që i kanë aprovuar dhe ka kalu në disa faza. Pra, kjo është një betejë. Pra, kush e ka përgjegjësinë për të këtë lek? Ligjore. Përgjegjësinë kryesore ka struktura drejtuese e AZBR-s, që në atë kohë ka qenë Krista. Po, se pastaj u bë ministre. Po. Por duhet ta themi këtë fakt. Nuk është vetëm ajo AZBR-ja, sepse nëse e shef gjithë propaganda është përqendruar te AZBR-ja. Unë e them me bindje të plot se me abuzimin e me fondet e IPARD-it ka dështuar gjithë qeveria shqiptare. Sepse AZBR-ja ka një audit i cili është përgjegjës për auditimin e këtyre fondeve. Ministria e Bujqësisë ka patur një komitet drejtues të fondeve të IPARD-it, kur ka qenë ministri ose zëvendësministri i Bujqësisë, dhe kanë qenë një sër institucionesh, Ministria e Ekonomisë, Ministria e Financës, pra edhe ministri tjerë të cilat kanë qenë përgjegjës për menaxhimin e këtij fondit. Pastaj Ministria e Bujqësisë ka një audit që kontrollon fondet e IPARD-it në AZBR. Ta çojmë me tej. Është një fondin kombëtar që quhet, i cili është përgjegjës të Ministria e Financave për gjithë fondet e IPA-s. Pra që normalisht kur jep 25% të fondeve nga qeveria shqiptare, ai kontrollon gjithë procedurën, por ndryshe nuk e jep. Po nuk dha 25% qeveria shqiptare, Komisioni Evropian nuk e jep 75%. Pra nëse e kuptohet, ka qenë një ngrehinë e tërë që ka dështuar në menaxhimin e këtyre fondeve. Dakor, pas ka bë gabim AZBR-ja, se do të themi edhe diçka, do t'ju themi njerëzve. Aty kanë abuzuar 3-4 veta që kanë qenë drejtues. Unë jam i sigurt se aty i kanë detyruar një pjesë të atyre inspektorëve dhe një pjesë të atyre në farë mënyrë po i marrin qafë, sepse i kanë detyruar që të firmosin, siç ndodh te Akçi, siç ndodh në çdo institucion tjetër. Përfituesit janë të pakët, ndërsa ato, si thuhet, që sklevërit eksaktësisht janë të shumtë. Pra edhe ky është një. Pra, a mendoni që në fund të këtij procesi ne do të kemi qartësi dhe drejtësi apo koka turku për etjen europiane për koka turku? Në radhë parë fondi është shumë e vështirë që të rikthehet mbrapsht nga përfituesit. Në radhë dytë, ky proces ka krijuar një njollë zezë për agjencinë e pagesave, si quhet ndryshe AZBR-ja. Nuk është e thjeshtë. Nëse nuk është më mirë tani AZBR-ja. Jo, në gjithë dokumentacionin. Më rregull, nuk flas para, po në gjithë dokumentacionin që qarkullon sot në Europë, rasti Shqipëria merret si një rast që nuk duhet përsëritur. Dhe ky është një fenomen që do ndodhem me vite dhe me vite me radhë.